Kategoritë e dola nga lufta për një periudhë të gjatë janë detyruar të zgjedhin vetëm njërin nga skemat profesionale që paguhen nga shteti, qoftë pensionin e moshës apo atë invalid të luftës, familjes së dëshmorit, viktimes civile apo veteranit. Sipas avokatit Ylli Bokshi, gjykata kushtetuese ka vendosur se këto kategori kanë të drejtë të përfitojnë nga të dyja skemat, pasi pensioni i moshës është pension kontributdhënës dhe i ndarë nga pensionet e kategorive të dala nga lufta. Gjykata kushtetuese në fund ka vendosur që këto janë dy kontribute të ndryshme dhe se ai që është pjesë e asaj kategorie e gëzon drejtën e pensionimit, për shembull viktimave, familjarëve të viktimave civile ose veteranëve ose invalidëve të luftës, siç ai konsiderohet që është kontribut i veçantë dhe për atë është në atë kategori. Ndërkaq pensioni i moshës ti gjatë gjithë jetës e ki pagu kontribute, tati me shtetit dhe në bazë të atij kontributi duhet me domos të njihet të drejta pensionit. Bokshi thot se në kuadër të avokaturës së tij ka pasur raste të fituara ku familjarët e viktimave civile kanë realizuar të drejtën për pagesë retroaktive të pensionit të moshës krahas pensionit të kategorisë përkatëse. Na më herët qysh para vendimit të gjykatës kushtetuese e kemi ngrit këtë çështje para organeve administrative dhe para gjykatës, me çka kemi arrit të fitojmë disa raste ku familjarët në rastin që kam pasur ose avokatura jonë, familjari i viktimave civile ka fitu drejtën që t'i paguhet në mënyrë retroaktive për momentit parashtrimit kërkesës, përkaq se është pagu retroaktivisht edhe pjesa tjetër e pensionit, pasi që ajo kishte zgjedh pensionin e moshës, pasi që ishte më i madh se sa pensioni i familjeve të viktimave, familjarët të viktimave civile. Avokati Bokshi shton se edhe për pensionistët që nuk janë paraqitur si të gjallë në kohë të caktuar, pas padive të ngritura është realizuar kompensimi retroaktiv ku mjetet financiare u janë kthyer pensionistëve.